السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أما pas, elusim Allahun e lartësuar të na bëjë të sinqert në fjalët tona, qofshin ato të hapura apo të fshehta, dhe në veprat tona, qofshin ato të hapura apo të fshehta. Kemi ardhur tek ad-darsu ath-thani, që janë hurufu al-hijai al-murakkaba, do të thënë janë prap janë shkronjat e gjuhës arabe, janë të hiezuara me ngjyra të ndryshme, pra janë me ngjyra të ndryshme, në mënyrë që t'i dallojmë ato. Prap janë, do të thënë, shkronjat, do ta themi si pra emrin e tyre, emrin e shkronjave, megjithatë kësaj radhe janë të lidhura, të ngjitura me njëra tjetrën. Pra të ngjitra. Ndoshta ju kujtohet tek mësimi i kaluar, me ndihmën e Allahut të lartësuar, që ishte ad-darsul awwal, mësimi i parë, thjesht kemi përmendur emrat e shkronjave në gjuhën arabe. Ndoshta ju kujtohet alif, ba, ta, tha, gjim, ha, kha, dal, dhal, e kështu me radhë. Pra kemi përmendur deri në fund pra emrat e shkronjave në gjuhën arabe. Po edhe tash do përmendim emrat e shkronjave në gjuhën arabe, megjithse do të thënë do shtohet edhe një gjë që është mjaft e dobishme me lejen e Allahut të lartësuar, e ajo është që do jenë shkronja të lidhura me njëra tjetrën. Do të thënë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe thjesht ajo çfarë do bëjmë, autori do të thënë ka dashur që ne me ndihmën e Allahut të lartësuar thjesht i themi, pra t'i ngulisim në mendjet tona këto shkronja, cila është cila, pra t'i dallojmë nga njëra tjetra. Dhe t'i shohim njëkohësisht se si gjenden, si janë ato të lidhura me njëra tjetrën. Atëherë bismillahirrahmanirrahim, fillojmë me emrin e Allahut. Pra kemi elif, kemi thënë që elif është në këtë formë. Këtu e kemi me të kuqe njërën, tjetrën me të zezë. Pra është lam elif. Kjo ishte elif. Këtu e kemi lam elif. Lam elif e qartë, po kemi edhe formën tjetër që shkruhet lam elif. Edhe kjo është lam elif. Pra shkronja l, edhe elif. Lam elif. Lam elif. Pra lam elif. Dy herë radhazi kishim, do të thënë, këtë kombinim të këtyre dy shkronjave. Pra elif, lam elif, pra që t'i dallojmë shkronjat se cila është cila. Dhe t'i shohim se si ndodhen ato kur janë të lidhura në fjalë. Pastaj do të vinë, inshallah taala, do pasojmë me njësitë e tjera mësimore, kështu më radh dal nga dal. Do mësojmë edhe të lexuarit, pastaj do futemi edhe në leximin e librit të Allahut te baraka taala. Pastaj e kemi këtu të hiezuar ba elif, pra i themi emrat e shkronjave. Pra shiko deri këtu është ba, pastaj ka ardhur me elif, pra ba elif. Pra i kemi edhe të hiezuara me ngjyra të ndryshme në mënyrë që kjo të jetë më, si themi, më lehtësuar për ne. Prapë e kemi këtu lam elif. Pra kur bën të bubullima, vetëm desha ta ndaj këtë, e ndërprenin bisedën të parët tanë prej selefëve, Allah qoftë i kënaqur me ta, dhe thonin subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Do të thënë, edhe nëse ishin duke bërë ndonjë bisedë, e ndalonin se foluri dhe e madhronin Allahun subhanahu wa taala. Pra kur bubullonte, pra kur ndodhte bubullima, murmurima që themi, pra subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Pra vazhdojmë ba elif, lam elif. Pra shohim që kemi tri forma këtu, ose format ka vendos disa herë autori, pra lam elif, ba elif, prap lam elif.
subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. E po ashtu kur bin të shi, domethënë është që të thuhet Allahumma sayyiban nafi'an, që Allah ta bëj atë shi të dobishëm. Kjo është shkronja L, pra lam. Pra edhe njëherë të fillojmë këtë rresht. Kishim elif, lam elif, ba elif, lam elif, lam. E dikush mund të thoj këtu për shembull, dikush mund të thoj po si është e mundur elifi qenë ka më përpara se salami, pse nuk themi elif lam? Po nuk themi, edhe nëse shkruhet kështu, siç shpresojmë ta diskutojmë këtë apo çështje si këto, inshallah, nga që elifi nuk lidhet nga mbrapa. Kur pason, një shkruajmë pas elifit, elifi nuk lidhet me të. Domethënë, por elifi lidhet nga para, domethënë nga ana e djathtë, jo nga ana e majt. Nuk lidhet elifi pra nga ana e majt. Shpresoj që kjo të jetë e qartë. Prandaj domethënë e lexojmë si lam elif. Mirë, vazhdojmë me shembullin apo me rreshtin e dytë. Kemi lam elif. Këtu kemi lam elif. Pastaj kemi lam ha. Lam dhe ha. Lam ha. Pastaj prap kemi lam elif. Pastaj kemi ba lam ba. Pra ba lam ba. Shiko domethënë se si ndodhen të lidhura. Ba lam ba. Kaf. Edhe njërë të lexojmë. Pra lam elif, lam ha, lam elif, ba lam ba, kaf. Vazhdojmë me rreshtin tjetër, të shohim çfarë kemi. Kemi kaf ba. Pra themi kaf ba. Prap kemi kaf ba. Pra është kaf dhe ba. Tani kemi kaf elif. Prap kemi kaf elif. Pra kishim kaf elif. Tani kemi këtu b këtë. Pra ba kaf ta. Pastaj kemi ta kaf tha. Edhe një herë të shohim nga fillimi. Kishim kaf ba, kaf elif, ba kaf ta kaf tha. E kështu me radhë. Pra I themi në mënyrë që të nguliten e mendjet tona, të nguliten këto shkronja, këta tinguj, të nguliten e mendjet tona me lejen edhe ndihmën e Allahut të lartësuar subhanahu wa taala. Edhe pastaj vim edhe tek njësitë e tjera mësimore, ku dal nga dalë, domethënë, ky libër, wallahu a'lam, Allahu dhe më së miri, kam parë që është nga librat më të dobishëm në mësimin e shkronjave të gjuhës arabe, alfabetit, disa rregulla që kanë të bëjnë me leximin e kështu me radhë. Domethënë, për ata që dëshirojnë të futen në leximin e fjalës së Allahut te baraka taala, në leximin e Kur'anit, nuk kam parë ndonjë libër më të dobishëm se sa ky. Dhe Allahu e di më së miri.
Pastaj e shohim te ky rresht këtu çfarë kemi? Është ba, ta, tha. Pra b-ja është me një pikë poshtë këtu, subhanalladhi yusabbihu ar-rahmatu bihamdi wal malaikatu min khifati. Pra është me një pikë poshtë, t-ja kemi thënë është me 2 pika lart, th-ja vetëm i shtohet një pikë, pra me 3 pika lart. Kjo është nun. Pra e kemi ba, ta, tha, nun, ja, ba, elif, e qartë? Pra është ba, elif, ba, shkronja b, elif, pra ba, elif, emrat e shkronjave themi, ba, elif, ja, nun, tha, ta, ba. Këto kishim, sepse ne I lexojmë nga djatha në të majt në gjuhën arabe. Edhe çdo herë ku nuk na kujtohet emri ndonjërs nga shkronjat, kthehemi tek njësia parë mësimore dhe I shikojmë emrat e shkronjave. Për shembull, ta, dha, ain, ghain, shin, sin, za, ha, kha. Dhe ne shohim kështu, edhe kthehemi tek njësia mësimore ku jemi duke lexuar dhe duke shikuar njëkohësisht se si janë emrat e shkronjave në gjuhën arabe faktikisht tek ad-darsu thani, mësimi I dytë, por si duken ato kur janë të lidhura. E dal nga dal kështu pra. Tani vazhdojmë te ky rresht tjetër, e kemi nun, elif, pra është nuni dhe elif. Nun, elif. Ta, elif, ja, elif, pra është ja, shkronja j dhe elif. Ja, elif. Pastaj çfarë kemi? Kemi tha, elif, Pastaj kemi b dhe s, pra ba, sin, I themi emrat e shkronjave. Ba, sin, Yasin. Dhe atje kur të futemi, inshallah taala tek leximi I Kuranit, e kemi një sure me këto shkronja fillon. Yasin wal Quranil Hakim. Domethënë, e kemi Yasin. Pra Yasin. Pra shkronja j dhe shkronja sin. Yasin. Tani vazhdojmë tek shembulli apo tek rreshti më poshtë, e kemi n-ja, shiko, nun dhe sin. Nun, sin. Pastaj e kemi ta, t-ja me 2 pika sipër, është kjo, domethënë e hiezuar me një ngjyrë tjetër, kurse sini me një ngjyrë tjetër, siç edhe e pam tek shkronjat më lart. Pra është tasin. Këtu kemi thasin. Pra shkronja tha, tha dhe sin. Po këtu çfarë është? Prapë është çfarë? Si kjo. Tha, pra shkronja th. Thajim. Pastaj është ta dhe ha. Ta ha. Pra ta dhe ha. Pastaj është nun dhe kha. Nun kha. Mirë, inshallah. Vazhdojmë me rreshtin apo me shembullin e radhës, e kemi ja dhe ha. Pra ja ha. Ba, pra b-ja është kjo, dhe gjimi. Pra ba gjim.
ba gjim, ja mim, jëja pra, shikoj jë dhe mim, mëja, jë më. Por ne I themi emrat e shkronja pra, ja mim, pastaj kemi ba mim, pra bëja mund ndodhet edhe kështu. Pra ba mim, nun mim. Pra kemi nun dhe mim. Pra me një pikë sipër, pra është nuni, kurse me një pikë nën poshtë është ba. Pra nun mim, pastaj kemi ta mim, pra shkronja t dhe shkronja mim. Të shohim atëherë shembullin tjetër. Pra kemi thamim, baja, pra kemi b dhe j, baja, pra themi ba, ja, dy j, pra dy herë kemi me dy shkronja, dy herë pra radhas, j dhe j, ja, nun, ja, pastaj kemi ta, shkronja t pra, ta, ja, tha, ja, pra thëja dhe jëja, tha, ja, kështu pra, në këtë mënyrë. Dhe po vazhdojmë edhe me këtë rresht këtu, edhe inshallah taala leximet e tjera të faqes tjetër inshallah taala do e bëjmë një njësi të veçantë mësimore. Pastaj çfarë kemi? Nun ba lam, pra nun ba lam, ta nun lam, pra ta nun dhe lam. Pastaj kemi ba ja lam, pra ba ja dhe lam. Jëja është kjo në mes, në fillim b, pastaj lam. Pra ba ja lam. E qartë inshallah taala. Pastaj kemi ja ta lam, pra ja ta lam. Pastaj kemi dy herë radhazi th, dhe lam, pra tha lam, tha lam. Pastaj kemi nun ba nun, tha lam, ishte kjo është nun, pra nuni, shiko kështu, nëse s'na kujtohet të tham prap, themi tek faqja tjetër, tek mësimi I parë, pra kemi nun ba nun, pra nuni e ka një pikë sipër, kurse ba një pikë poshtë, nën këtë vizën pra. Pra nun ba nun, këtë kishim. Mirë, të vazhdojmë nga kjo faqe edhe një rresht inshallah taala. Çfarë kemi? Kemi edhe nuk po ndalemi aq, vetëm ti themi kështu, domethënë pa u ndalur edhe aq shumë. Pra kemi ba nun, ta ja nun, ja ta nun, tha nun, gjim, ha, e kështu më radhë. Pra me lejen Allah të lartësuar, që mos e bëjmë edhe të gjatë mësimin, në mënyrë që të keni mundësi, pra edhe pse jo disa herë ta dëgjoni mësimin, sepse kjo është një gjë e dobishme, ta dëgjoni mësimin, ta përsërisni, përsëritja është një gjë shumë e dobishme. Atëherë shpresoj ju ka pëlqyer dhe ju ka ndihmuar me lejen Allah të lartësuar kjo njësi mësimore.
edhe deri në njësinë mësimore, e ardhshme mësimore, lutim Allahun Azza wa Jall që të jemi ne dhe ju mirë dhe shëndosh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.